Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në salë janë 106 deputet, kemi quorum për të vazhduar me seancën. Në vazhdimin e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dhe 17 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Vazhdojmë sot pra me pikën e 3. Ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe, propozoj një antar të komisionit. Ftoj AK-n dhe Nismën që propozoj një antar të komisionit. Me që s'kemi propozime, atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka. Shihemi me 21 në orën 11, me 21 maj. Përshëndes gjithëve, besoj e po që lëvizja vendosur ka vendosur që të vazhdoj agonin e themelimit të institucioneve, duke filluar me kuvendin. Edhe sot patën përpjekjen e njëjtë që shtyhen këto seanca mbahen kundërshtim rregullor një herë në javë, por vullneti i partive tjera ishte që kjo mos ndodhë. Në fakt, sa na përket neve si PDK, unë besoj që nuk duhet pritet as 2 ditë, sepse rregulloria thot brenda 48 orëve kjo mund ndodhë dhe brenda 24 orëve dhe nuk do të ishte fare e gabueshme nëse mblidhemi çdo ditë, sepse kjo do të ishte paraqitash një detyrim që kemi para votuesve që na kanë zgjedhur këtu, edhe ndoshta një presion ndaj njëri tjetrit që të dilet nga kjo situatë, por nuk pres që një gjë e tillë të ndodhë, për shkak të faktit tashmë të dëshmuar që vetëvendosja nuk është e interesuar që të bllokojë situatën. Unë njëherë shpreh keqardhjen paraqit qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë situatë që është bërë vërtet e tepërt, e cila po e dëmton vendin tonë dhe jetat e përditshme të qytetarëve të Kosovës në vazhdimsi, dhe bëj thirrje edhe një herë si në çdo rast tjetër lëvizjes vetëvendosje dhe liderit saj zotit Kurti që ta ndrojnë kandidatën dhe të vinë me një kandidat në mesin e atyre që e dinë që i kanë, që mund të merr shumicën për të bërë kryetar apo kryetar kuvendit dhe që të shkojmë tutje në konstituimin edhe të kuvendit Republikës Kosovës, por edhe në afatet pushtetuese për themelimin e qeverisë, sepse kështu si jemi kemi mbetur një shtet në gjendje emergjente esencialisht, me qenë se nuk kemi as qeveri legjitime e s'kemi as kuvend funksional. Faleminderit, pardon.
Kushtetuta është e qartë, ligjet përkatëse të qarta rregulloja po ashtu, propozimi i takon partisë që ka dalë para në zgjedhje dhe kjo është një çështje që ne se kontestojmë. Duhet vini propozim i cili në këtë rast, këtë situatë, ku s'ka shumicë parlamentare nga partia që ka dalë para,